Me një rekord audience ka filluar Big Brother VIP Kosova 4, duke prezantuar banorët në shtëpi. Nga përzgjedhja që është bërë në këtë sezon, pritet të ketë lidhje dashurie, përplasje dhe disa skenar që mbeten sekret deri në javën e tretë. Më pas, pritet të ketë zhvillime të jashtëzakonshme brenda këtij formatit, dhe kjo për arsyen se konkurrentët do e njohin më mirë njëri tjetrin dhe do të vënë në zbatim skenarët e tyre. Por ajo që është zbuluar menjëherë nga mediat e roz është përplasja që pritet të ketë midis dy konkurrenteve, Bia Khalifa dhe Alba Pollozhani. Kjo pasi mes tyre ka patur rivalitet edhe jashtë shtëpisë. Për më tepër, është zbuluar se çfarë i ka lidhur të dyja vajzat. Alba në një tjetër format të reality show në Shqipëri ka patur lidhje me Limin. Çifti në atë kohë nuk nguroi të demonstronte dashurinë publikisht, ndërkohë që Alba deklaroi hapur ndjenjat e saj për Limin, por së fundmi, mediat e roz kanë folur edhe për lidhjen që Limi ka patur me Bia Khalifën. Çifti kanë publikuar një foto së bashku ku shihen të lumtur në shoqërinë e njëri tjetrit. Limi pritet të bëhet mollsherri midis dy banorëve të shtëpisë, të cilat po studiojnë lëvizjet e njëra tjetrës që në fillim të lojës. Nuk është asnjë çudi që ndjenja për të njëjtin mashkull të kthehet mollsherri midis vajzave. Gjithsesi, detajet e tjera pritet t'i zbulojmë në vazhdim.